Kinën dhe Rusin, që është një politikë e parësyeshme, për shkak se Turqia edhe është kandidat për të bërë antare e Bashkimit Evropian, edhe është antare më kryesore e NATO-s. Pra vetë siguria e Unionit Evropian varet nga Turqia, po ashtu Turqia është bariera e cila e mbron Bashkimin Evropian që refugjatët nga luftat e lindjes së mesme mos depërtojnë në Bashkimin Evropian. Pra ishte një gabim i rënd i pafalur i kryetares së Komisionit Evropian dhe besoj që e ka thirrur presidentin Trump që të sqarohet dhe të kërkoj falje për atë fjalim çka e kishte, për shkak se kishte kritika të mëdha në vetë Bashkimin Evropian për fjalimin e von der Leyen. Se çka kam biseduar tjetër nuk kam informat. E qartë. Zotauti, ndërkaq është bërë një propozim i ri nga ana e Iranit pra për të pasur një marrëveshje mes vendeve. Çfarë përmban dhe a pritet që ta pranojë SBA-ja dhe Donald Trump këtë marrëveshje? Jo, nuk pritet që ta pranoj. Pra, pata rastin këta ditë gjen ndoshta të ndigjoj një preskonferencë të zavensk kryetarit të SBA-s, J.D. Vance, i cili simbas delegacionit amerikan është në krye të bisedimeve që negociojnë me Iranin. Ai tha që ne presim që Irani t'i pranoj kushtet tona, ose tha kemi planin B dhe simbas ti plani B do t'jetë lufta. Dhe besoj që plani A, e cila është negociata dhe të cilët kërkojnë kapitulim të Iranit, nuk do të ndodhë. Kjo nuk do të ndodhë edhe sikur politikanët e Iranit të dëshironin një marrëveshje për shkak se garda revolucionare, e cila e ka marrur tani më pushtetin në Iran, nuk do të lejoj që të nënshkruhet një marrëveshje kapitulimi, dhe prandaj mund të presim një luftë. Dhe kjo është arsyeja tani J.D. Vance, i cili fjala se ishte kundër luftës, kuptohet që nuk është kundër luftës, për shkak se ai ka pretendime që të zgjidhet president pas Trumpit, të paktën do të kandidojë. Dhe nëse nuk e ka mbështetjen e lobit izraelit, ai nuk ka gjasa që të zgjidhet president. Këtë e di më së miri, është me rëndësi kjo ta cekim që dje mbrëm, pra humbi kandidati Thomas Messi në primaret e republikanëve. Thomas Messi ishte gati 12 vite kongresmen në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s dhe ishte i vetmi i cili votonte kundër ndihmës ushtarake apo financiare të Izraelit. Dhe të gjithë bilionerët Izraelit, pra nga ata Miriam Adelson, e cila është sponsor kryesor i Trumpit, Paul Singer, i cili po ashtu është sponsor i Trumpit, dhe John Paul, i cili po këta të 3 bilionerët janë qifut, ata investuan shumë para dhe si rezultat i humbi primaret Thomas Messi, dhe Thomas Messi ishte ai i cili kërkoi që të hapen dosjet e Epsteinit dhe me vendim të Kongresit Amerikan ato dosje pjesërisht u hapën dhe si dënim për shkak të qëndrimit të tij kundër Izraelit, i vetmi republikan i cili kishte një qëndrim kundër Izraelit, pra i humbi zgjedhjet dhe kuptoi që J.D. Vance e shiqon këtë që nëse si politikan merr një qëndrim kundër interesave të Izraelit, nuk ka karrierë në politikën amerikane, dhe kjo është po ashtu dëshmi që të gjithë politikën amerikane e ka marrur në dorë lobi Izraelit, donatorët Izraelit, dhe çka të thotë Izraeli, atë do të veproj edhe Trumpi dhe J.D. Vance, pra çka të thotë Netanyahu dhe donatorët Izraelit, atë do të vendosin Amerikanët. Mirë po kuptohet që ata kanë fituar aq shumë vetbesim Izraelitët që kontrollojnë të gjithë politikën amerikane dhe ky vetbesim i madh mund t'i detyroj që të bëjnë gabime fatale. Dhe gabime fatale është që të sulmohet përsëri Irani dhe besoj që nëse sulmohet përsëri dhe kjo lufta do të zgjas dhe kemi thënë apo kemi biseduar këtu
që vihet në dyshim ekzistenca e Izraelit, për shkak se Izraeli është duke humbur edhe luftën në Liban, dhe tani më nuk është në sulm, po është në mbrojtje, për shkak se Hezbollahu tani godet faqet e Izraelit në Izraelin verior, dhe nëse fillon kjo luftë dhe me ndihmën e Iranit, Hezbollahu do të përparojë shumë më shumë, dhe nëse përhapet kjo luftë dhe kuptohet që Izraeli thotë që do ta sulmojë edhe Turqinë, Turqia mund të po ashtu të ndërhyjë me aleatë të tjerë shtetet islamike, dhe do të shiqojmë një verë të nxehtë, pra mund të zgjasë me muaj kjo luftë, dhe që do të reflekton edhe në ekonominë e botës, dhe do të reflekton në ndërimin e rendit ndërkombëtar. Zëdheuti, nga ana tjetër, se i përket edhe programit bërthamor iranian, është thënë nga sekretari amerikan i energjisë pra se Irani është shumë më afër ndërtimit të këtyre armëve bërthamore. Sa reale shihni këtë dhe cili është rreziku ndërkaq, por edhe nëse kjo është e vërtet, pra pse nga ana e SBA-s nuk janë dhënë edhe prova konkrete? Tani Irani ka qenë çdo herë i afër për ta prodhuar bombën atomike. Sidomos në vitet 2000 ka pasur program nuklear për formimin e bombës atomike. Mirë po marrin vendim politikanët iranian, ndoshta edhe nga presioni atëhershëm i SBA-s, që mos e vazhdojnë këtë program nuklear. Dhe neve na kujtohet 2003 atëherës u sulmua edhe Iraku, pra Iraku është në kufi të Iranit. Në 2001 apo 2002 u okupua edhe Afganistani, dhe Irani ishte në, si të thuajmë, në sandwich nga ushtria amerikane, edhe nga Afganistani, edhe nga Iraku. Dhe kishte mendime që është koha për të prodhuar një bombë atomike, për shkak se ishte në sulm eminent që mund të ndodhte kundër Iranit. Mirë po ne e dim që në atë kohë u dha fetvaja e Ali Hamaneit, i cili tha që është ndaluar për muslimanët që të prodhojnë bombë atomike, dhe si rezultat i asaj fetvas hoqën dorë iranianët për prodhimin e bombës atomike. Mirë po tani Ali Hamanei nuk ekziston, pra e dim që u vra nga amerikanët, dhe fetvaja e tij po ashtu nuk ekziston. Dhe kjo do me thonë që nuk është ndaluar të prodhohet bomba atomike. Dhe besoj që garda revolucionare në bashkëpunim me liderin e ri të Iranit, djalin e Hamaneit, Mujtaba Hamanei, besoj që nuk do ta konsiderojnë si valide fetvan e babas së tij, dhe do të prodhojnë bombë atomike, ndoshta edhe kanë prodhuar bombën atomike. Tani mbas disa ekspertëve, disa edhe çifut, thuajnë që Irani me atë 450 kg uranium të pasuruar në 60% mund të prodhojnë dikun 10 deri në 20 bomba atomike, të fuqishme sikur bombat që i përdoren amerikanët gjatë luftës së dytë botërore në Nagasaki dhe Hiroshima. Dhe me ato 20 bomba atomike mund të shkatrojnë tërësisht Izraelin, dhe ka një prezantim të një Todd Postel quhet, është shkencëtar amerikan, çifut, i cili thotë që nëse Izraeli e sulmon Iranin me bombë atomike, atëherë Irani do t'i kundërpërgjigje Tel Avivit me 3 bomba atomike, dhe brenda disa minutave do të kemi vrasjen e 400.000 civilëve në Tel Aviv, pra bën një prezantim shkencor, dhe besoj që ai prezantim i një shkencëtari është i mjaftueshëm që të kthehen arsyes izraelitët dhe amerikanët që mos mendojnë të përdorin bombën atomike kundër Iranit, për shkak se do të kenë kundërpërgjigje. Si Izraeli, po ndoshta edhe SBA-ja, për shkak se Irani ka kapacitete që të krijojë edhe raketa interkontinentale ballistike, dhe pse jo ta godis edhe Washingtonin me bombë atomike. I qartë. Mirë, zëdheuti, kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Ju faleminderit edhe ju. Mirë, të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme ku ndalëm tek zhvillimet e fundit tashmë në lindjen e mesme dhe takimin që u zhvillua në Pekin mes Trump dhe Xi, ndërkaq dhe me telefonatën që pati presidenti Recep Tayyip Erdogan me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, dhe çfarë do të ndodhë me zhvillimet e fundit tashmë
SBA si zgjedhja e Iranit. Po mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të jemi sërish nesër deri atëherë mirupafshim.